bicycle passes through the slanting sunlight of the grain drying field. In the bamboo basket lies the sweet fragrance of the pumpkin. You bend down and pick up the sound of an acorn. The entire season suddenly takes on shape. Happiness is the turn of a string of wind chimes under the eaves. It's the scarecrow who has subdued the entire sea of wheat. We run together into two lines of southbound beasts. We plant laughter in the soil of the clouds. On the clothesline, the stars start to drive the persimmon tree. Përshëndetje goca. Mirë se keni ardhur në një video të re me mua Romildën. Keni parë disa sekuenca të ditës së sotme që dolëm me motra dhe me dy shoqet e mia. I kem hëngur me një pizza edhe motra ime sa shoqja është fejuar edhe na ka sjellë lokume. Morëm të turku në këto me ara. Janë me shije të ndryshme, kam këta si limon, si portokallë dhe me ara. Por që të velin shumë. Ne ishim edhe në supermarket tek Lidli dhe bëm një dy blerje të vogla. Dua t'rregoj se çfarë kemi marr. Kemi marr buktosti, edhe pse kam pak aty, do shta mbaron sepse në bukurikën po burri i bëj nga 2 dhe mbaron një kapetim këto realisht për në dark. Kam marr banane sepse do bëj prapë ajo banane bread. Falim për feksin, se për shqiptimin. Sepse më doli e mirë edhe më doli shumë e mirë ajo që bëra herën e kaluar, herën e fundit që ua tregova. Edhe do bëj dhe një tjetër, me që se kam dhe motrën këtu. Por nuk e di, do e bëjmë nesër, por besoj se nesër. Kam marrë rush. Kam marrë një kefir. Shikoni pak. Panetone. Kam dalë pak si shpejt këtej, por më mirë, sepse kështu kemi mundësi të ha më shumë panetone. Unë i kam shumë qef. Për mua nuk është se ka shumë rëndësi me çfarë janë brenda, me thënë drejtën, edhe nëse nuk jam pa gjë fare, unë e kam qef, unë e ha panetonen. Burrin Iliri e do me rush të thatë, kjo më duket sikur është me kështu me fruta të thata, nuk e di, do ta shikoj. Pa shu thot aty te figura. Kemi marrë qumësht dhe kemi marrë edhe patate. Dhe këto kanë kushtuar. Këto kanë kushtuar. Sa ishim të prit? 17,75. Ishim edhe të turku morën vetëm brinjë, qingji. Që do bëjmë sonte për darkë. Dhe motra që mori ato lëkume që i tregova. Nuk morëm mish tjetër sepse kishte mbaruar, vajtëm pak vonë, por të shohim që i kena ide tjetër për të marrë gjërat e tjera. Ky ishte edhe supermarketi në Lidl edhe tek turku. Hej goca, mirë mbrëma. Nuk kam regjistruar dje sot, na falni për pamjen sepse si që jemi në shtëpi më, sa po hëngrën buk, nuk kam regjistruar këto ditë, as dje as sot, sepse, kur të kap ajo rutina, plus do të rish të qijosh momentet vetëm me njerëzit e tu të dashur, mos të rish në telefon, të rish vetëm në telefon, edhe kjo gjë ka ndodhur, do me thënë, si që pat ka ardhë motra edhe
kemi shio momentet, dhe me thënë, kemi nejtë në shtëpi, kemi dalë, po jo ndonjë gjë shumë interesante. Nuk është se kemi shkuar kur me ndonjë vend shumë interesant, sepse koha nuk ka mbajtur, plus nuk kam dashur të largohem shumë, se kur jam me fëmijë e dini vetë, rëndësi ka që kemi qenë bashkë, edhe kjo ka rëndësi. Motra i ka nesër, për fat të keq, por që do i gjedh ajo. Edhe sot qa bëm, dolëm atë rutinën tonë të përditshme. Unë kam shku ndër shtëpi këto 2 ditë, përfitojmë nga rasti, se kemi njerëz dhe kam bajt Zojnë, kam dejt me Zojnë edhe unë, të bë punët. Kam shku në shtëpinë me Themel, kur e thamë, edhe shumë pak gjëra. Thjesht kanë ngel disa plura për të marrë, gjithsesi. Edhe kështu. Nesër ikën motra dhe ne të ngelim prap ne të 3. Do na iki Tezja. Zoi në fillim në fakt, nga që ka filluar që se po shkoj këtej, po vendos këtë lavastoviljen dhe tu i mlethenet. Zoi nga që ka filluar që i njeh njerëzit me kohë, edhe kur nuk ishte për një kohë të gjatë, normalisht nuk afrohet qanë. Edhe në fillim, kur erdhi ajo, qau, por është mësuar goxha, u ambientua direkt. Edhe kështu Tezja, do na iki Tezja nesër, po qa të bëjmë. Nuk është se kemi dhe shumë largë, këtu në Gjermani është, edhe pse është në një qytet, është në Frankfurt, është një gati 5 orë largë, por prapë është brenda Gjermanisë. Edhe kështu. Tjetër, nuk e di çfarë kemi bërë një gjë tjetër interesante, ne? Se kam bërë një shumë, kemi përitur ato pakot, që uroj që mos haroj të pak të nesër t'ua tregoj, që çfarë kemi marrë këtë ditë, se tek vlogu përpara këtij nuk i tregova dot, sepse u zgjat shumë video edhe nuk doja që ta bëja video shumë të gjatë, se di që edhe mërziteni, të mërzit, bëhet i mërzitshëm, nuk e di, por që kështu mendova. Edhe kështu ishim sot në tani mbasdite në supermarket, sepse nesër këtu është shtu, nesër është mbyllur, është një fest, qa festa është nuk e di, si jam shumë e sigurt. A është Halloween-it, nuk e di se qa quhet, duhet ta shikoj. Edhe janë të mbyllura, kështu që ne bëjmë 2-3 pazare të vogla. Nuk është se morëm shumë. Mua, ajo që më çudit janë gjermanët, sa ushqime marrin, wow, sikur thoshti për 2 ditë, se këtu të diellën janë mbyllur. Për 2 ditë ata marrin, thoni ju, ata për 1 ditë, jo më për 2 ditë. Nuk e di. Kjo gjë më ka habitur shumë. Kështu. Unë këto i mbarova enët, do t'i dha këtu të lahen, edhe do iki të bëj një dush tani. Do bëj një dush, edhe pastaj do shikojmë në një film të 3, edhe kështu. Nesër pastaj do përcjellim Tezën. Kjo ishte. Hej, goca, përshëndetje nga dita tjetër. Sot është e shtunë. Unë jam duke nder këto robet. Nuk kam filmuar sot, se kemi ndejt vetëm në shtëpi. Jam marrë me punët, edhe ka qenë shi koha. Gatova bëra drekën, edhe si që thashe në brëm, motra më ikën sot. Pastaj edhe 1 orë është këtu. Do na iki Tezja. Qa të bëjmë? Edhe tani, si nuk ula një herë mërë sot, sa shumë punë që kemi. Tani jam po ndej këto robet, edhe pastaj do ulem pak, 3 një orë ty me motra, edhe
pastaj do ta përcjellim këto. Mendoj se sot do ta mbyll këtë vlogun që kam hapur. Do shikoj, do ju tregoj gjërat që kam marrë së fundmi, sepse nuk pa kam treguar. Edhe duhet që ta bëj. T'ua tregoj edhe ato. Edhe Zoin e kam në gjumë. Do fillojmë nga nesër, pak dietën, sepse ja kemi lëshu këto ditë edhe sikur i kam marrë 2 kg. Se duhet të mbajmë pak të rrim qik në formë, se dhe 2 muaj, o zotë sa shpejt ikën, vjen ditëlindja Zoit. Edhe do veshëm fustan dukemi pak bukur. Edhe kështu, nejse për këtë gjë do ju flas në një video tjetër, sa të shikoj, do me thënë që t'i kem sistemuar disi gjërat, me fustanin me gjërat që do bëhet si që shtek, do ju flas në një video tjetër, edhe normalisht, kështu që mos harroni me bëni subscribe, se kur t'ikim në shifëri, do kemi video të bukura. Edhe kështu, unë këta që ndej robe e kam nxjerr këtu poshtë te hyrja ime, sepse kam një si hyrje këtu ku janë shkallët, edhe këtu është si koridor. Kam edhe një këtu ngjitur, këtë larë që e shikoni, është një si ti bodrumi i vogël, përveç atij që kam poshtë fare. Edhe këta e shfrytëzoj, thash pse jo, meqense është vendi këtu, për të nderë robet, pasi edhe në shtëpi ndonjëherë edhe mbaj, se nëse kam shumë për të larë, detyrohemi mbaj në shtëpi. Por s'm pëlqen fare kjo ideja e të tharit robave në shtëpi. Unë në fakt e kam tharsen, por duket se e kam cekur edhe në një vlog tjetër që nuk e vendos për arsye sepse harxhon goxha. Më kanë ardhur një herë fatura, lere mos ta them më mirë. Edhe atë do ta përdor vetëm kur të kem me fjalë robet si xhupa që na duhen. Kur na duhen me se s'bën. Edhe kështu. Kështu me gra. Ja kam fillu me punë ka 3 ditë. Mora plurat qëpar, tani kam ngelur vetëm të laj edhe thënë dyert. Se kam ndonjë gjë, por që kam larë banjon sot komplet. Edhe kam marrë një kështu që quhet po regjistro. Kam marrë një si tip rafti për të vendosur gjërat që kam në banjo. I parosën në të po dhe vështë në vedështë? Ja se erdha, lari e për se jam arada. Okej, danke. Edhe po thoja që kam marrë një si tip rafti me bashkëpunim, do ta tregoj edhe këtu kur ta montoj, tek me temën, edhe për të futur ato gjërat që kam në banjo, flas jo disa kremra, jo për flokët, budalliqet më tonat që na mblidhen. Edhe me qenë se përfitova nga ky bashkëpunim dhe thash pse jo, ti marrim, ti mbledh aty, por për momentin nuk ua tregoj, nuk e di. Do ta tregoj në videon e ardhshëm, në vlogun e ardhshëm, sepse unë këtë do ta mbyll sot. Edhe nuk është se e kam montuar akoma, se duhet pres përgjigje nga ata se si që shtek të bëj. Kështu. Do më vinë edhe disa gjërat e tjera, që i kam normalisht bashkëpunim këtu të temat, për vitineri, nuk e di se që kam marrë gjë tjetër, por nejse
Dua të regoj edhe ato. Edhe kështu goca. E di, nuk është se kam regjistru shumë të themi. Në këto ditë, do me them, sepse do thonë ju të ka ardhë motra edhe do të kishte më shumë kontent apo qa. Në fakt, jo, sepse ne kemi ndejtur, kemi bërë muhabetet e tona, edhe ajo ka shjuar kohën me Zojin, gjithë ditën të nejtë me Zojin edhe prandaj. Kështu që kështu. I ndeva, i marova, tani do ikim në shtëpi edhe një ore pa ka ngelur, se ka mendos edhe rreth përveç kapsës. Ka ngelur një ore pak. Bëjmë ato përgatitjet e fundit, se do shkojmë do ta përcjellim normalisht ne deri tek treni. Edhe pastaj do vim në shtëpi. Kështu. Nuk dua të mërzitem, por e di, jam tip i ndjeshëm. Edhe sa do që e mbaj veten me të mira, prap mërzitesh, si do që tjetë. Qoftë larg apo afër, është familje. Zoj! I kutezja.